Zoti Dyshniku, në këtë rast, a mendoni se Edi Rama më shumë se sa nga opozita mund të goditet nga drejtësia e re, konkretisht nga SPAK-u dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe opozita mund ta ketë dhurat pushtetin më vonë dhe jo fal meritës saj? SPAK-u do bëj dhe po bën punën e vet. Po unë nuk e quaj normale që demokracinë ta vendos SPAK-u, se ne nuk jemi regjim ushtarak, policor. Nuk ka lidhje ajo policor apo ushtarak. Shqipëria është si Italia e viteve 80, ku është dominon krimi organizuar i lidhur me politikën dhe vetmja mënyrë për ta çarë është veprimi i drejtësisë. Në këtë rast, çfarë do duhet bëj politika, konkretisht opozita, dhe si e shikoni zgjidhjen? Do vi nga SPAK-u dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke qenë se i kanë ngrirë deri diku marrëdhëniet me Edi Ramën, apo opozita ka një formulë të caktuar që mund ta nxjerrë në treg dhe mund të rrëzojë Edi Ramën në një moment caktuar? Edhe pse tashmë duhet thënë që Edi Rama gjendet në momentin e tij më të dobët. Edi Rama vërtet është, ai gjithmonë ka qenë në vendin më të dobët. Jo, kështu ka qenë. Në shkallën e fundit. Kështu ka qenë vazhdimisht që kur erdhi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, që do bjerë tani, do bjerë më vonë, nuk është kryeministër, ndërkohë ai vijon e forcohet. Ndërkohë tashmë që ka arritur në pikën më të dobët me skandalet që kanë dalë njëra pas tjetrës, opozita nuk duket gjikundi. Shiko, opozita e re nuk do të shikojë se çfarë do të bëjë SPAK-u, se nuk është në dorën e tyre. Ata të shikojnë çfarë duhet të bëjnë ata. E keqja më e madhe e partive politike të reja është se ata janë të shkëputur nga realiteti, ose janë të paftë për të gjykuar se çfarë duhet të bëjnë, ose bëjnë lojën e tyre të mëdhenjve. Unë i kam thënë disa prej këtyre drejtuesve që populli shqiptar duhet ta kuptojë që ju jeni ndryshe nga tatrin, nga 8 vjetrit, sepse juve nuk e keni bërë gjyqin e historisë të zhvillimeve politike të 35 vjeçare. Që nga fillimi e deri në fund. Sepse këtu bashkëfajtor në situatën tonë të drejtanishme është dhe Bashkimi Evropian, që e ka mbështetur kushtetarët tanë, po dhe vazhdon të i mbështesin në mënyrë më të padrejtë, duke injoruar hallet e mëdha, problemet e mëdha që ka populli. Kjo filloi që me kushtetutën e parë të Shqipërisë, që nuk është parashikuar ndarja e pushteteve. Pra, ku nuk pranon ndarja e pushtetesh, pratikë pranohet diktaturën. E para kjo, e dyta, duke mos ndihmuar klasën politike, por dhe pushtetarët që në fillim fare, sepse ishin pa përvojë për të kaluar nga një sistem politik komunist në një sistem kapitalist, duke shhartuar strategjia kombëtare e zhvillimit të gjitha fushët e jetës. Këtë nuk e bëri Bashkimi Evropian, nuk e ndihmoi. Atëre çfarë bën? Atëre ujku mjeku do. Duke ngelur ta pa mbështetje edhe pa kontrollin e askujt, atëre Sali Berisha me ordhit e tij i vuri kazmën Shqipërisë. Shkatroi dhe grabiti të gjithë pasuritë kombëtare. La njerëzit pa punë dhe u shpopulluan 2 milion veta ikën nga Shqipëria. Hershi Bashkimi Evropian. Pra ka qenë dakord. Edhe që nuk u hartua strategjia, sepse edhe një pallat, po të ndërtosh, do bësh një projekt, do bësh një preventiv, do të atosh njerëz të aftë për t'i bërë të punë. Jo më një shtet të tërë, të kalosh nga një sistem tjetër. E para kjo. E dyta, erdhi puna që duhesh njerëz ngelin pa punë. Po si do punësoshin kur u shkatruan çdo gjë? Atëherë duhesh një strategji tjetër për ta zhvilluar vendin. Atëherë çfarë duhesh? Ato e dim se çfarë ka ndodhur. Ideja është çfarë duhet bëjnë tani partitë e reja opozitare. Po, çfarë duhet bëjnë? Njëherë duhet treguar popullit njëherë se PD dhe PS e kanë shkatruar Shqipërinë, janë treguar armiqet popullit shqiptar. E di populli këtë pra. Jo thjesht janë korruptuar. Jo. Të gjitha veprimet që i kanë bërë kundër interesave të popullit shqiptar dhe nuk e meritojnë të jenë në politikë. Duhet ishin pranë drejtësisë. Duhet ishin në burgje. Edhe duhet ishin sekuestruar gjithë pasuritë e tyre.
Jo të diskutojmë tashineve kush do marrë. Qytetarët e din këtë, çështja është që nuk po shohin një alternativë reale politike të sinqertë e cila të shkallmoj gjithë sistemin 35 vjeçar që është ngritur në Shqipëri. Jo, më falë. More, si do të besoj unë të një parti e re, kur ajo mua, deri më sot, askush nga këtë parti nuk i ka bërë gjyqjen të kaluarës, po 35 vjeçare. Si mund shërohet një sëmur rend në spital, në qoftë se si bëhen vizita, analiza, në qoftë se si bëhen konsulta, që të përcaktohet diagnoza. Si ti besoj unë këtyre partive? Mje votën, thot ai. Si t'ja votën ty unë? Ai do t'i bëj gjyqjen 35 vjet të kaluar, sepse janë bërë krime të llaftashme ndaj popullit shqiptar. Po s'ka nevojë në qoftë se këto parti, këto Zoti Dyshniku, një moment, nëse shqiptarët, nëse shqiptarët nuk kanë kuptuar se kush është Berisha, Edi Rama dhe politikanët e tjerë në 35 vite, është problemi i shqiptarëve, nuk është i partive të reja. Partitë e reja po ta thonë qartë, ja kush është sistemi, ja kush janë figurat politike, ja kush jemi ne, votoj një alternativë të re dhe shikoje, në qoftë se nuk të bind ajo, shko rrëzoje, siç kërkon të rrëzosh Edi Ramën, është thjesht fare. Jo, më duket se unë po shprehem shumë sakt. Një parti e re që të bind popullin duhet t'i bëj gjyqjen të kaluarës kriminale. Në qoftë se nuk i vë gishtin shkaqeve dhe shkaktarëve edhe që krijohen këto pasoja, është si puna mjekut. Një mjek i pa aftë do ta vdesit sëmurin. Këta duhet të deklarohen, t'i vënë gishtin të keqes, që populli kuptojë që këta nuk do bëjnë siç bën ata. Në qoftë se nuk denoncohet e kaluara, atëherë këta do vazhdojnë e do bëjnë një lloj si ata. Unë nuk kam besim, unë si popull nuk kam besim. Në qoftë se ata nuk gjykojnë të kaluarën e t'i vënë me shpata për murin. Kjo është e para, jo të premtoj ai, më jep mua voto ti. Nuk është jo besimi. Besimi është si e gjykon ti atë të keqen, që mos ta përsërisësh. E para, kjo e dyta. Çfarë i kanë premtuar këta populli, përveç në voto moti. Këta merren me lojra fjalësh. Jo minimumi etik, jo paga minimale, jo këto janë gjëra, këto janë minimale, këto janë gjëra skandaloze. Këto janë të tallësh. Çfarë duhet bëjnë atëherë? Po, duhet bëjnë. Ata duhet bëjnë. Ata njerë po s'u mlodhën s'bëjnë asgjë. Po s'u bashkuan bashkë. Po nuk thanë që këtu nuk ka demokraci dhe shtet ligjor, atëre këto duhet zvërthejnë. Si duhet vendoset demokracia dhe shtet ligjor? Duhet hartoj një strategji kombëtare të zhvillimit. Këta, atë se bëri Sali Berisha me Fatostanën dikur, bashkë me Bashkimin Evropian, duhet ta bëjnë ta, t'ja paraqisi popullit. Ja ku është strategjia jonë. Jo mje votën mua ti, pashiti sa do bëj unë. Duhet strategji, duhet mendje, nuk duhet premtime, duhet llape. Jo as programe politike, to janë prallë me mret. Një kjo e dyta. Thelbi i kësaj strategjie duhet jetë modeli i shtetit, tek i cili Shqipëria duhet bazohet të marrë përvojën për të ndërtuar demokracinë dhe shtetin ligjor. Tjetër, Rama nxori bashkë qeverisën me qytetarët. Kjo ishte një parull, një mashtrim i madh. Tani kjo do të maskuar. Se kjo bashkëqeverisje jo atë që nuk zbatua. Por ai mbylli gojën gjithë shqiptarët që kanë mbyllur tërë zyrat. Kjo është vrasje e demokracisë. Për këtë duhet merren ta. Pse mbyllen zyrat? Pse nuk dëgjojnë qytetarët? Se dhe krimet e korrupsioni që vazhdon në Shqipëri nuk luftohet as me polici, as me gjykata, as me prokurori. Informatorët e parë të krimeve dhe korrupsionit e kanë qytetarët, kudo në botë. Se ata janë viktimet e para të krimeve dhe korrupsionit. Kur ti mbyll gojën, kur ti nuk respekton, nuk i dëgjon kur kanë kohë për hallet e veta, atë edhe ai s'ka besim te shteti. Pra këtu nuk ekziston shtet, nuk ka mirë besim. Se këtu është diktaturë. Me këtë duhet merren ta. Cila është zgjidhja atëherë? Cila është zgjidhja? Po zgjidhja është një ndryshimi i klasës politike, nuk diskutohet. PDPS do të jenë pushtet mirë. Është tjetër zgjidhje. Por këta duhet i propozojnë popullit, çfarë do i propozojnë? Të hapen dyert që nesër. Çfarë pengon Edi Rama, të hapin dyert e zyrave? Njerëzit të ankojnë, njerëzit të këshillojnë, të raportojnë, të denoncojnë të paaftët të korruptorit. Çfarë pengon?
Pse do të raportojnë gjithë Po është drejtësia për atë, nuk është drejtësia për atë. Jo, s'është vërtet, jo, nuk është ashtu. Drejtësia ore, po drejtësia nga i merr informacione. Policin, kush e informon më? Nga i gjen policia. Po tërë botën, qytetarët informojnë, nuk mbahet shetime. Ore, një cigare të hedhësh në Gjermani, në tokë, ai nga kati 15, merr telefon policia, thotë, urdhë, filan makinë, thotë, e filmon makinën, e fotografon dhe ja çon policisë. Ky është bashkëpunimi i qytetarëve. Po nuk kemi çdo gjë me prokurori, me drejtori. Nuk kemi ato nivel të mentalitetit gjerman në sa i përket respektimit të gjës së përbashkët. Ajo që po flasim ne në këtë rast është cila është rrugëzidhja në kushtet aktuale dhe ballkanike të mentalitetit që kanë vetë shqiptarët. Jo. Po kërkove pak do marrësh. Nuk ka. Ore ne, po t'ishte, më fal. A e shikoni juve që këta politikanët tanë, po dhe gazetarët e ekspertët thonë, kështu e ka gjithë bota. Kështu është Gjermania, kështu është kjo. Po mirë më ti kur që nga vetëm e të këqija pas ka bota. Atëre, pse e rrëzuam diktaturën komuniste më tegën botë? Pse e rrëzuam? Nuk po flasim këto. Ti thot turizmi, më fal. Cila është zgjidhja në kushtet aktuale kur ka një opozitë të dobët? Po. Dhe kur ka forca politike, zoti Dyshniku, të ndalemi pak të pjesa logjikës politike. Cila është zgjidhja në këtë rast kur ka një opozitë e cila janë disa parti politike të cilat protestojnë nga e hëna deri të premten dhe nuk bën bashkë. E para dhe por çfarë thonë kanë protesta? Më fal, të lutem shumë. Çfarë thon protesta për është Rama i korruptuar, Rama hajdut? Çfarë thon tjetër ta? Po çfarë duhet thonë të gjitha? Çfarë duhet thonë që ti mbushin mendjen shqiptarëve? Çfarë duhet thonë? Ja çfarë do të thonë. Pse nuk e hap dyert ai e zyrave që populli të ankohet? Pse nuk e hap? Këtë më thuaj, pse si hap zyrat? E para këtë, e dyta. Marrin pensionet. Të gjithë thonë indeksim, bonus, pensioni minimal, pensioni mesatar, etj. Po mirë, pse janë pensionet kaq të vogla? Dhe a janë të drejta? A janë njerëzore? A janë logjike? A janë bazuar në kontributin e njerëzve? Kështu e ka bota, mund thonë. Pse nuk është bërë një debat kombëtar nga këto partitë që të diskutojnë to? Unë e kam ngritur dhe po e them prapë tash. Asnjë nga partitë politike nuk i ka shtruar këto probleme që do të them edhe unë sot. E që kam ngritur edhe herë tjera. Pensionet e kooperativiste janë kriminale. Janë pa logjik. Po pse duhet ja pse? Më falni. Ja mo jo pse po të them unë pse mo. Zoti Dyshniku, Doroni ja them unë. Një moment, pse duhet i shtrojnë këto probleme partitë politike, sidomos ato në pushtet kur pensionistët kanë 30 ca vjet që votojnë këto dy parti politike, i mbajnë në pushtet këto dy forca politike dhe si duket janë të kënaqura dhe marrin penge edhe pjesën tjetër të shoqërisë që ndon ndryshimin. Po mi më ti, pse du të gjykoj unë me mendje ati që është i nënshtruar, ai që është i poshtëruar? Pse do të gjykoj unë? Po çfarë ndryshim ka intelektuali mo? Nga turma. Pse do të mendoj unë si ai? Ore, më thuaj mua në cilën diktaturë populli nuk ka qenë i nënshtruar, i vuajtur, qoftë dhe skllavëri. Edhe nuk ka votuar ose s'ka qenë dakord me i ka puthur këmbët diktatorit, sundimtarit. Më thuaj mua një. Më thuaj një mo. Në qoftë se pranojmë që këtu është diktaturë, pse heshtin njerëzit? Francezët nuk e ka pranuar. Ata janë ata udhëhiqen, kanë udhëheqje, kanë intelektual, kanë elita. Kanë bërë janë 10, më fal, janë 10.500 intelektual që kanë titull doktor, profesor në Shqipëri. Më thuaj mua dikush flet për ato gjëra. Të tërheshtin, të janë të shqitur, të marrin borde, të kanë fëmijë, deputet, ministra, drejtor, ambasador, e nuk dalin. Më thuaj mua, ata, analistët, opinionistët në për televizione, çfarë flasin? Merren me probleme investigative. Vodhi ky, më tha ky këtë, u kap ky, çfarë tha ai. Ore,
Ne kemi mangut probleme themelore të demokracisë dhe shtetit ligjor, të lirive e drejtat njeriut, të shtypet dhe shfrytëzimit të popullit mo. Të gjitha këto i po them unë jam gati të zbardhej një për një me fakte. Pse nuk bën debate? Pse nuk bën debate? Këta analistët po merren me lojra fjalësh. E vrau ky e se vrau ai. Krimi ky mbushë media me vrasje me prodhunime çdo ditë. Na ka ngelur balluku nga mëngjes deri në darkë, lajm. Po pse për lajm është balluku? Ngelen gazetarë të dyert e sfakut. Pse ky është shteti? Po këtë popull kush do ta pyesi? Vetëm sfakun, vetëm prokurorët dalin. Shpëtimi është, erdhi prokurori i sfakut do na zgjidhë detyrën.